Përshëndetje miq, mirë se vini në analizë. Bashkëpunimi midis Kinës dhe vendeve të Europës qendrore dhe lindore ka nisur që në vitin 2012. Ai përfaqëson një platformë shumëpalëshe të bashkëpunimit në fushën e ekonomisë, të fushën e kulturës, të tregtisë edhe të arsimit. Një nga platformat e rëndësishme të mekanizmit të bashkëpunimit midis Kinës dhe vendeve të Europës qendrore dhe lindore është edhe Ekspozita Kinë, vendet e Europës qendrore dhe lindore që organizohet në qytetin Ningbo të Kinës lindore dhe edicioni i si vjetëm u zhvillua nga data 22 deri më 25 maj me pjesëmarrjen edhe të disa kompanive shqiptare. Unë sot kam të ftuar në studio drejtorin ekzekutiv të Expo Group, një kompani shqiptare që merret me organizim eventesh në nivel ndërkombëtar, zotin Fabian Dajçi. Faleminderit që pranuat ftesën. Sigurisht që unë kam realizuar edhe një intervistë tjetër për panairin e Ningbo, siç e quajmë ne, edicionin e 4 të tij, me drejtuesin e kompanisë shqiptare Morava, por tashmë ka përfunduar panairi, jeni kthyer në Shqipëri dhe unë ju falenderoj edhe një herë që gjetët kohën dhe mundësinë që të na jepni opinionet tuaja rreth kësaj veprimtarie. Faleminderit për ftesën e është kënaqësi që jemi në studion tuaj. Është interesante në fakt që keni një kompani e cila merret me organizime eventesh në nivel ndërkombëtar dhe si u gjend kjo kompani e juaja, lidhja e saj me panairin e Ningbos? Atëherë, neve kemi një kompani që organizon evente në Shqipëri. Niveli ndërkombëtar nuk përcakton definitivisht pjesëmarrjen tonë në shtetet e huaja, por edhe pjesëmarrjen e kompanive ekspozuese të huaja në tregun shqiptar. Dhe kështu ka lindur, domethënë, është dimensioni i kompanisë dhe ku operon ajo, domethënë që e kthen në nivel ndërkombëtar. Neve kemi filluar që në 2014 me organizimin e eventeve. Ka qenë delegacioni i këtij panairi që erdhi në Shqipëri për të bërë ftesa të kompanive shqiptare, e cila për rastësi qëlloi gjatë një eventi që ne po zhvillonim. Aso kohë ka qenë kompani tjetër, ku unë kam qenë drejtor përsëri dhe ortak i kompanisë. Dhe na kërkuan mbështetje për këtë iniciativë të re, na u duke bukur, dhe në atë kohë Ministria e Ekonomisë me ministrin asaj kohë ndjes nuk më kujtohet, na ftoi një takim. Dhe morën përsipër në realizimin e këtij eventi, me që koha ishte shumë e ngushtë dhe shteti me ato burokracirat, mekanizmat e tyre, pa keq dashje, domethënë, po që ka mekanizma që ata nuk i përshpejtojnë dot, biznesi është më fleksibël. Sigurisht. Dhe ne arritëm që ta realizojmë një kohë rekord për 29 ditë, domethënë. Pra kjo ka filluar që në vitin 2014. 2014. U bën 11 vite pra. Por besoj që periudha e pandemisë ka qenë një shkëputje apo? Po, ishte një shkëputje që nga 2019 ka qenë edicioni i fundit që ne realizuam. Pastaj shteti kinez ja kaloi për kompetencë përsëri shteti shqiptar, sepse ky është një panair që ndërtohet midis shteteve. Relativisht shtetet e tjera mendoj një ose dy janë përsëri subjekte private që organizojnë. Në çdo shtet tjetër është instanca shtetërore që realizojnë. Por këtu përsëri ndoshta po e themi fokusi nuk po i vendos një epitet se çfarë ndodhi, ama shteti nuk ka arritur që ta realizonte atë vitin e kaluar. Dhe më drejtuan përsëri mua, dhe unë sigurisht që kam pasur mbështetjen e individëve profesionistë të shtetit shqiptar, të gjitha instancave që mos të bëj sikur unë kam bërë gjithë punën. Patjetër. Domethënë kryesisht zyra për diplomaci ekonomike në Ministrinë e Jashtme ka qenë mbështetje e jashtëzakonshme, zonja Silvana Leskaj. Gjatë panairit, edhe para panairit dhe gjatë panairit ka qenë gjithë trupi ambasadës shqiptare, që ka ardhur ambasadori i ri Riza Poda, që ka qenë bashkë me Po, i kam pjekur në fakt edhe në mediat sociale të gjitha, edhe në njoftimet e ambasadës shqiptare. Kanë qëndruar disa ditë aty, ata kanë pasur edhe programe paralele, domethënë, të tyre. Patjetër. Ama neve na kanë ofruar të gjithë mbështetjen dhe ndihmën e mundur, kështu që mund ta themi kooperim. Po, patjetër, është shumë e rëndësishme kjo dhe sa kompani shqiptare dhe të cilit profil më shumë ti intereson? 14 ishte numri total i kompanive, nga cilat 12 ishin në sektorit ushqimor. Dhe vetëm 2 të sektorit të shërbimeve. Në sektorin ushqimor besoj përfshihet Mjalti, për shembull, siç ishte kompania Morava. Mjalti ishin 2 kompani me Mjalt. Një kompani ishte me çajra dhe me erza, cila dhe ajo vjen që nga 2014 për çdo edicion, duke çuar bimët më të mira shqiptare, që është ATC Naturali. Ishte një kompani për herë të parë me vajrat esenciale dhe kishte një sukses të jashtëzakonshëm. Domethënë, vajrat esenciale nga bimët tona, Kina i përdor shumë vajrat esencial, por kanë bimësinë e tyre.
Sigurisht, se çdo vend ka dhe ne kemi bimësinë tonë. ekosistemin e vet. Ne kemi bimësinë tonë me veçoritë të tyre dhe kishte një interes shumë të mirë. Po sigurisht se një konsumator që është mësuar t'i përdori vajrat esencial nuk është aq fanatik sa të përdori vetëm të vetat, po është interesuar edhe për problemet të tjera. Madje shumë ndihapur. Po. Pastaj kishim 4 kompani nga vaj ullirit, kompani të mira, spektakolare, domethënë. E rëndësishme është që të gjitha kompanitë që kanë shkuar në Kinë kanë dërguar ato thesare shqiptare, Sigurisht, më të mira. Cilësitë më të mira. Kishim 2 kompani të cilat bën tip turshishë, s'po më vjen domethënë ushqim. Po prodhimet, sigurisht edhe ato janë të konservuara. Të konservuara, s'po më vjen dhe fjala, ndjes, dhe një kompani të turizëm. Dhe vërtet fokusi i kësaj radhe ishte turizmi. Turizmi është shumë i rëndësishëm. Duke qenë se para disa vitesh ambasadorja kineze asaj kohe Sonja Jianghu në një takim ku ishte edhe Eugeni Moravës edhe kompania ime dhe një pjesë nga shteti. Domethënë ishin shumë nga ministrit. Bori ftesë drejt për drejt për të hequr vizat, ishte koha që ne kishim viza me Kinën, për të hequr vizat me Kinën dhe premtoi 1 milion turistë në sezon. Tani në fakt është shumë e lehtë për të gjithë ata që jo vetëm për ju që jeni përfaqësues të biznesit në këtë rast, por edhe për qytetarët e thjeshtë, ne nuk kemi më viza. Dhe duket që është një interesim shumë i madh edhe kompanitë e udhëtimit dhe agjencitë e ndryshme të udhëtimit shikohen shumë shpesh që bëjnë oferta nga më të ndryshmet se duket që edhe në tregun shqiptar të turizmit ka konkurrencë për sa i përket. Jo, ka konkurrencë, po prezenca ishte e ulët, ishte vetëm një kompani. Ndërkohë që janë bërë njoftime publike, një kompani mori po e themi guximin që të merrte pjesë në event dhe pati sukses, ishte kompani shumë e mirë, doli shumë mirë. Si vlerësoni pjesëmarrjen e kompanive shqiptare, por edhe panairin e si vjetëm këtë edicion të 4? Ka patur risi, ka patur, domethënë cilat kanë qenë problematikat që ka shfaqur? Atëherë duhet që ta fillojmë kështu. Ky është edicioni 4 sepse në vërtetë është edicioni 11. Po e themi që ne shkojmë në të njëjtin qytet nga një organizator. Por ata gjithmonë kur përmirësohen në cilësi, përmirësohen në koncept, edhe e fillojnë atëherë nga fillimi, domethënë ky është edicioni 4 pas një ndërprerje të kaluar. Do thotë historia jonë është shumë e gjatë me këtë qytet. Dhe unë e kam parë që nga dita e parë këtë panajër, e kam parë të rritet dhe është arritur ndjeshëm në volum, në sasi, po është arritur ndjeshëm në cilësi. Më herët e qendra ku organizoheshin panajërat ishte brenda në qytet në Ningbo. Tani ata kanë dalë Buz Liçenit, është një zonë turistike e mrekullueshme shumë e bukur dhe kishin ndërtuar një godin edhe me ato karakteristika tipike kineze, domethënë kështu. Po një mrekulli, një gjë shumë e bukur, që kishte edhe dimensionin e duhur për këtë panajër, dhe panajëri ishte spektakolar. Po e themi kështu. Kishim bërë një ndërthurje midis shteteve që ishin në Europën Qendrore dhe Lindore, edhe disa provincave kineze, edhe disa korporatave shumë të mëdha, domethënë përsëri të shtetit kinez. Numri vizitorëve ishte, nuk mund ta them me shifra, po i pashtershëm. Sigurisht nuk është. Ishte i pashtershëm. Jo, për një panajër vërtet vizitorët është pjesa më e rëndësishme, por ishte shumë mirë. Do thotë në çdo vit filmin tuaj, cilat prodhime shqiptare ishin më shumë të rrejtëse për vizitorët? Në mënyrë të padiskutueshme, vaj ullirit dhe mjalta. Domethënë në mënyrë të padiskutueshme, po, ka hyrë në tregun kinez, nuk e di vaj ullirit. Ka hyrë, edhe vaj ullirit ka hyrë, po problemi është sasitë janë të pakonsiderueshme nëse ne llogarisim një treg potencial si Kina. Flasim për tregun kinez, gjithsesi. Po fitore është edhe hyrja në tregun kinez. Po duke vlerësuar edhe cilësinë e vajit të ullirit shqiptar. Nëse po e referohem se për mjaltin as ka diskutim. Por vaji i ullirit është cilësia jonë është nga më të veçantë në botë, domethënë ne kemi ullinj autokton. Për shembull ulliri kalignoti joni ka 3500 vjet që kultivohet në Shqipëri, mban emrin në Shqipëri. Dhe vaji është specifik i atij ulliri, domethënë madje edhe ullinjt që sot janë në Kinë, janë nga ullinjt që Shqipëria ka dërguar në vitet 70. Kështu do thotë, nëse ne do krahasonim çmimet e tregut të vajit ullirit shqiptar që shitet me vajin e ullirit që del nga ulliri që Shqipëria ka dërguar në vitet 70, ne jemi 1/4 e çmimit. Pra një shishe vaj të tyre nga informacionin që kam unë, shitet diku te $100. Ata kanë nga 10.000 rronjë që ne kishim dërguar, shpëtuan diku 3.000 dhe ata e kanë dërguar diku afër Tibetit. Sigurisht edhe toka atje klimën e ka modifikuar diçka. Që t'jetë e përshtatshme dhe shumë interesante edhe kjo gjë. Por vaji jon duhet ishte akoma shumë më lart, por shumë mirë, këtë sukses kishte. Gjithsesi, unë besoj se në tregun kinez vaji jon i ullirit mund të konkurohet nga Italia dhe Spanja dhe Greqia. Jo. Domethënë shiko ç'a ndodh. Nëse kapim shifrat, pa diskutim që ata na konkurrojnë, madje ndoshta në këtë moment që jemi na kanë lënë shumë pas. Por nëse kapim cilësinë, nëse krahasohemi me cilësinë, nuk e them për adhetari,
Por në vërtet vaji jonë është Edhe se nëse e thoni për atë detari edhe kjo. po e vërtet ajo që është më e mirë sepse kemi qenë një herë dëshmitar, nuk do e përmend emrin e kompanisë tu, duke qenë se janë shumë kompani që marrin pjesë në panajir dhe nuk do doja që të shikohet kështu, por ka ndodhur që kanë ardhur dhe kanë marrë mostra nga të 16 shtetet që merrnin pjesë atë vit. Në çdo kompani, një korporat kineze i ka blerë madje këto mostra. Dhe kanë bërë analizë. Dhe ditën e fundit ka ardhur tek kompania X që ishte në pavionin shqiptar dhe ka thonë ky është i vetmi vaj që ka dalë me parametrat absolut të vajit ekstra virgin. Domethënë edhe vaji ekstra virgin i ka ato limitet e tyre. Tanë nuk jam specialist i vajit, sigurisht, po që kjo është çështje informacion që juve keni. Dhe ndërkohë do doja të dija në intervistën që pata para nisjes së panajirit me Eugenin Morava. Me zotin Eugen Skermo të kompanisë Morava, ai duke që kishte një lidhje shpirtërore, personale me Kinën dhe madje më bëri përshtypje ajo që ai tha që unë mezi pres që të shkoj. E ndjej domethënë që brenda një viti mund të shkoj jo vetëm për panajir, po dëshira ime është që të rikthehem. E kishte fjalën edhe për Shangajin, edhe për Ningbo. Cila është eksperienca juaj kineze? Si të ta them me dy fjalë, nuk devit mora çunin me vete. Do më thonë vetëm që ai të ndjente... Shkuat me gjithë djalin. Sa vjeç është? 23. Që ai të ndjente atë që unë ndjej. Zjatëm udhtimin, dolëm në 2 qytetet e tjera. Shiko, disa gjëra nuk shprehen me fjalë, një nga ato është dashuria. Do më thonë neve ai vënda na krijon emocione. Ndoshta kur shkuam herën e parë, shkuam me pritshmëri komplet të ndryshme. Shkuam me koncepte komplet të ndryshme dhe ajo çfarë pam që ishte një demagogji, ndoshta e përdor në dekada kundër Kinës dhe pam diçka komplet si nata me ditën, pam njerëz të dashur, njerëz të qetë, mikpritës. Domethënë nuk na njohin, po thjesht e kuptojnë që jemi rreth tjetër. Sigurisht, është edhe duhet kesh njohuri, duhet ta shikosh një vend, duhet që të kesh informacion, të mësosh sa më shumë dhe pastaj të nxjerrësh konkluzione për një vend. Të rinj që ne kishim këtë edicion, të rinj edhe si kompani po edhe si moshë. Grup mosha ka qenë energjike, më ka qenë midis 20 dhe 30 vjetëve, që ose nuk gaboj duhet të kishim ja 5-6, domethënë kështu të rinj, sepse ishim 14 kompani, po ishim 20 e diçka persona. Domethënë që kanë ardhur me energji të jashtëzakonshme dhe në thonjza janë dashuruar me Kinën. Po e themi me njerëzit më shumë se sa me tregun. Tregu është një mundësi që nëse ti punon dhe nëse ti je serioz do hapet, do bëhet. Patjetër. Sepse i përgjigjet produktit. Pavarësisht se kërkesat janë të larta dhe gjithashtu edhe niveli këtë e diskutova dhe me drejtuesin e kompanisë Morava që kriteret për të pranuar janë vërtet të një niveli të lartë, cilësia e prodhimit, e gjithë elementet. Sigurisht, po kjo çfarë na garanton neve? Kjo na garanton që nëse neve e hapim atë derë nuk ka ndalesë. Po patjetër. Dhe duke qenë se ne po e themi disa herë që produktet tona janë cilësore, nuk e kemi këtë frikë. Po. Ndoshta në disa po të jetë një kompani e vogël, ndoshta s'është strukturuar akoma dhe gati për tregun kinez në kuptimin e volumeve apo të teknologjisë, por në tërësi, domethënë kur vjen te cilësia e produktit, Shqipëria nuk e ka frikë. Ne mund të kam vënë re që nuk ka ndonjë pjesëmarrje, për shembull, megjithëse kjo varet edhe nga niveli i kompanive tona në teknologji. Duke qenë se Kina është një lider nuk është treg për neve. Dhe nuk është ky treg. Nuk është treg për neve. Juve domethënë në pjesën më të madhe synoni në këtë industrinë agro-ushqimore dhe në turizëm besoj. Unë nuk synoj askund, domethënë zakonisht për neve bëjmë një njoftim, ne bëjmë shpallje dhe po e them mund vi edhe prodhimi tekstil në Kinë, sado që Kina është eksportuese jashtëzakonshme të tekstilit, por neve çojmë një eksperiencë ndryshe, mund të çojmë diçka ndryshe, çojmë një fashion ndryshe, çojmë një koncept ndryshe, këtu jemi në rregull. Po kur vjen puna në industri, nëse flasim në industrinë mekanike, nëse flasim në industrinë e lehtë, në pajisje, në teknologji, është do ishte komplet e palogjikshme që një prodhues shqiptar të shkojë në Kinë. Sigurisht. Dhe cili është aktiviteti radhës i kompanisë suaj Export Group? Faleminderit për pyetjen. Kemi për herë të parë një panajir që do bëhet në Pallat Kongreseve në datat 9-11 tetor dhe quhet Home Expo. Është panajiri që i drejtohet të gjithë kategorive që marrin pjesë në shtëpi, por jo në familje, pra trajton shtëpinë, jo familje. Më që nga mobilimi, gjithë aksesorët çdo gjë për shtëpinë, familje ka nevojë. Çdo gjë për shtëpinë dhe pastaj në vitin që vjen kemi edicionin e 6, ne organizojmë panajirin për produkte halal dhe kemi qenë të parat në Shqipëri. Dhe e kemi organizuar në treg, domethënë nga kompania jonë ka ndihmuar që nga dyqane sporadike është kthyer një treg dhe nisëm nga eksperienca Malajzisë. Malajzia e filloi këtë, ka qenë e para që e filloi panajirin halal, dhe Malajzia sot e ka zë kryesor të GDP-s
me një eksport nëse unë nuk gaboj për disa trilion dollarësh, vetëm për shkakun që vjen nën logon halal. Sigurisht të kontrolluara dhe të certifikuara. Koncepti i panajirit nuk ka qenë vetëm ekspozimi apo formalizimi i tregut, por ka qenë edhe shpjegimi, mos kishte një problematik me termin që vjen nga arabishtja, por që thjesht do të thotë e lejuar. Jo, nuk është fetar. Është thjesht arabisht. Është thjesht në gjuhën arabe. Është thjesht arabisht, do thotë e lejuar. E lejuar. Dhe ky majm edicionin e 6 dhe ka qenë një nga panajirët më suksesshëm në Shqipëri, domethënë ku numërojnë mbi 15,000 vizitorë për edicion. Dhe sa e ka ndihmuar pjesëmarrja, po themi e si vjetshme, që të jemi më konkrete e pjesëmarrjes së kompanive shqiptare në panajirin e Ningbos, sa i ndihmon ato për promovimin e produkteve të tyre? Cili është ndryshimi? Sepse atje ka dhe vende të tjera të Europës juglindore dhe juve besoj që duke qenë pak a shumë vende të një rajoni, keni kontakte edhe me këto tregje të tjera të rajonit të Europës qendrore dhe lindore. Zakonisht ka dhe shkëmbime midis këtyre shteteve, pra një kompani që prodhon nga Kroacia, takohet me një prodhues shqiptar dhe bëjnë dhe shkëmbime të tilla, por këto janë sporadike dhe po e themi si efekt dytësor, ndërsa ndryshimi i një panajiri me diçka që ti mund të bosh online apo se sot domethënë dinamika e webit është aq e madhe, por problemi është ti mund të pikturosh një shtëpi prej kartoni dhe mund të kesh një kështjell prej betoni, ndryshimi është duhet i prekësh me dorë. Domethënë nëse nuk gaboj ka qenë Engelsi që ka thonë sa më shumë shqica marrin pjesë në perceptim, aq më i fortë është perceptimi. Kur je në panajir, dikush e teston atë produktin, dikush e shijon atë produktin, dikush e pret, po të shikon edhe ty që po e prodhon. Nuk ka shanse që në shijimin e produktit dhe prekjen e produktit të hyjë inteligjenca artificiale, se tash më flasim në këto nivele. Eksakt. Edhe çfarë është, domethënë, besueshmëria për atë çfarë mund të importoj, ndryshon katërcipërisht. Dhe rëndësia e panajireve vetëm për shkak të kësaj arsye nuk do bie asnjëherë. Domethënë, dhe çfarë ndodh në një panajir ti sigurisht nuk do shohësh 10 milion persona. Ndoshta do shohësh 10.000 persona. Por ata 10.000 vetë kanë marrë një koncept shumë të qartë asaj çfarë mund të marrin. Mund të ndodhi nesër, mund të ndodhi mbas 10 vitesh. Ama panajiri gjithmonë e kthen atë vetëm. Ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet që ndat në analizë. Të dashur miq, kjo ishte analizë për sot. Ne folëm për organizimin e kompanive shqiptare dhe vajtjen e tyre në ekspozitën e 4 të shkëmbimeve KIN, vendet e Europës qendrore dhe lindore, me drejtorin ekzekutiv të kompanisë Expo Group, zotin Fabian Dajci, të cilin e falenderoj pra për gjitha impresionet pas panajirit Ningbos, ashtu siç e kemi quajtur në edicionin e tij pra të 4 të vitit 2025. Ju falenderoj që qëndruat me analizë. Miru takofshim.